vazhdojmë të sheni se nuk është e vërtet, dhe më thonë që lëvizja për rikthim, qenë ka diçka e keqe, asoj për ju muhoj ka e drejta mi thirë njerëzit në besimin e tyre, për shembull në kish, kurse këto tjerët e kanë ketë solo, se këto e ndim vetëm me supermaci, superfuqi, se mendojnë ende pas tyre rrejt bohba sultanit soft Istanbulit, dhe mbretërisë jugoslave dhe i politikës Nikola Pashiqit. Vazhdojmë me Molla Milazin. Dhe më thonë është fjala për një projekt bukfalisht gjenocidal, të cilit i referohen dhe ajo regjistrohet krejt në rregull në institucione, janë prezent në për media, eksponentët e kësaj organizate lëvizja për rikthim. Disa për ty në janë një 4-5 debatet kryesore, emisionet kryesore debateve, në secilin për ty në është ka një. Të gjithë ju që e ndogjoni edhe këtë, nuk është e vërtet. Në çdo debat që i kanë këto televizionet, i pjesë i kanë për klikime, dhe në çdo debat ka pro dhe kontra. Nuk do të thotë që vetëm lëvizja për rikthim, ka edhe njerëz tjerë që marrin pjesë në debat. Dhe për ta bërë televizionet debatin më të fortë për klikime, i thirrin këto njerëz. Për të bërë më interesant, një prej tyre kom që në dhonë fillim, me shra pjesë në për debate, sukur që kom marrë pjesë për një debat, ku ja kom tha poshtimin edhe do t'ja thoj sërish, dhe ai ka lënda e tij është e hapur, ai nuk falet. Sa është celula e Al-Kaidës në Kosovë. Në vazhdim Tim Shkupin, i cili tashmë është në linjë, përshëndetje, fillimisht nga Prishtina. Përshëndetje. Atëre, me që po flasim për to ilahit anti-amerikane, a i ke parë fillimisht? Më së pari përshëndes juve, stafin e juve, të dhe klonin të gjithë shqiptarët kuto që janë që marrin frim në tokën e shtërisë së Depi. Një person që e shoh aty duke fol, unë e kam kanalin tim në YouTube, jam mundu me i dhënë lajmet për shqiptarët, se shqiptarët kanë të drejtën mu informu, dhe tani një gjenerat e tërë ka shalu në rrugë ka vuar, diçka që ka nuk është kuran personin që i keni ftuar aty, do t'jetë i përkosë, dhe jo t'jetë në Cili personin ke fjallë si në për të ftuar? Personi që flet tani e merr rolin e avokatit, ai më ka shpall mu mortet, edhe është pasardhës i Abdulmejid El-Zindanit, një jemenasit, i cili ka kryer në Universitetin Ain Shams në Kairo të Egjiptit, dhe një nga ata të cilët shërbimet sekret amerikane kanë likviduar është nxënësi i tij, edhe unë e kumbo dokumentarin dhe videon. لا تشاور أحدا في قتل الأمريكان. Don't consult with anybody in the killing of Americans. Fighting the devil doesn't require consultation or prayers seeking divine guidance. They are the party. Në sunetin Abdulmejid El-Zindani dhe ti kuptoja. Në sunetin Abdulmejid El-Zindani dhe ti kuptoja. Në sunetin Abdulmejid El-Zindani dhe ti që në Prizren kanë fuqi shumë të madhe kanë, edhe bojnë ndikim shumë të madh kundër shqiptarisë, jo kundër kryqit, kundër shqiptarisë. Ata kanë Hoxhallah. Dhe Molla Milazini ka problem me shqiptari. Djali i muftiu të Kosovës u bën thirrje shqiptarëve që të shkojnë dhe të luftojnë në këtë vend. U provokon një lloj shkurje e njerëzve të rive, disa të rive në Siri, në Irak, edhe ajo përdor si karë kundër Islamit, mandej për ekstremizëm. Nuk ka problem me lëvizjen për rikthim, por friga e tij se tash njerëzit po zgjohen, një pjesë thojnë sa shkojmë me Tim Shkupin, Tim Shkupi është Tim Shkupi çka po thotë shumë e vështirë, me më që më mirë shkojnë kish e më lënë rahat. Apo më kuptoni. Prandaj një pjesë e madhe zellin me shkon kish vetëm të jenë rahat prej stigmatizimit dhe luftës hibride që e bojnë Hoxhallar bashkë me xhamatin e Molla Milazit. Nuk besoj se dikush nga shërbimet inteligjente të Perëndimit do të mirret me këtë matuf plak. Por ndjekësit e tij që mund të bëhen viktima të ndikimit të tij, është normale se do të mirën, do të shndrojnë potencial të krimit përmes robotëve, të rrjeteve sociale, inteligjencisë artificiale, ose në momentin kur preket liria, siguria dhe qarkullimi i interesave të Perëndimit, do të çerojnë hesapet
Clear target pas trocatën. Aty po qet vetë anuari. Okej, mjafton, Tim, na duhesh ti me pamje tash, mjafton me këto video, të lutem. Celula e Al-Qaidës në Prizren. Ki duhet shkojmë borg dhe jo Okej, Tim, të lutem, jena akuzat shumë të forta, të lutem, ta jam të temit e tema, të rëgjashtë amerikane. Regjia, nëse ka mundësi me anal zonin. Po, kjo akuzë është shumë e fortë. Pa me pa fjallin në unë.